Një vlerësim i jashtëzakonshëm vjen për arkitekturën shqiptare. Xhamia e Ballijes në Elbasan është përzgjedhur si një nga 5 objektet më të bukura të kultit në botë në finalin e çmimit prestigjioz, ndërtesa e vitit 2025 nga Arcdale. Kjo përzgjedhje e rendit këtë objekt kulti mes 4 ndërtesave të tjera finaliste nga Kina, Kanadaja, Bangladeshi dhe Kili, duke e kthyer në një arritje të rëndësishme për arkitekturën fetare dhe identitetin kulturor shqiptar. Me një sipërfaqe prej rreth 1900 metra shkatror dhe 4 kate funksionale, xhamia përfshin jo vetëm hapësirën e faljes, por edhe salla konferencash dhe zyra për stafin e Myftinisë së Elbasanit. Objekti quhet për një dizajn inovativ që ndërthur në mënyrë harmonike traditën islame me elemente moderne, duke krijuar një hapësirë bashkëkohore dhe frymëzuese për besimtarët dhe vizitorët. Historia e saj daton në vitin 1608, kur u ndërtua nga Hasan Balliu në qendër të qytetit. Në vitin 1967, gjatë regjimit komunist, xhamia u shemb, duke humbur një nga simbolet më të rëndësishme të Elbasanit, e njohur ndryshe edhe si xhamia blu për bukurinë dhe madhështinë e saj, veçanërisht për minaren me dekorime origjinale. Pas shumë vitesh, xhamia e Ballijes u ringrit në qendër të qytetit, tashmë më madhështore dhe me një arkitekturë që kombinon klasiken me modernen. Sot ajo ka kapacitet për rreth 1500 besimtar brenda ambienteve të saj, si dhe ofron hapësira shtesë, duke u kthyer jo vetëm në një objekt kulti, por edhe në një simbol identiteti për qytetin e Elbasanit.